Edhe pse punimet ende nuk kanë përfunduar, aksi rrugor Berat-Këlqyr me një gjatësi prej rreth 75 kilometrash po shndrohet në një nga itineraret më panoramike të Shqipërisë. Kamera e televizionit Apollon përshkon këtë aks duke sjellë pamje mbretëslënëse të maleve, kodrave, luginave dhe peizazheve që e shoqërojnë udhëtimin nga Berati drejt Këlqyrës. Çdo kthesë rrugës zbulon një tablo të re natyrore, ku gjelbërimi ndërthuret me relievin karakteristik të jugut të vendit. Megjithse segmenti është ende në proces ndërtimi dhe në disa pjesë vijojnë punimet, rruga ofron një udhëtim të veçantë për çdo që e përshkon. Ajo pritet të shkurtojë distancat, të përmirësojë lidhjen mes zonave dhe të japë një shtysë zhvillimit të turizmit dhe ekonomisë lokale. Deri në përfundimin e plotë të investimit, drejtuesit e mjeteve duhet të tregojnë kujdes në segmentet ku punohet, por përtej sfidave të kantierit, kjo rrugë mbetet një udhëtim mes bukurive të natyrës shqiptare, një itinerar që të ofron të ndalosh, të sodisësh dhe të shijosh peizazhin e mrekullueshëm që lidh Beratin me Këlqyrën.